Me flokët e kuqe dhe me syza ka qenë vjera ime e ndjerë, që prej ditës parë, dhe me thonë që kam shku nusën atë shtëpi, asnjëherë nuk jam ndi si person i huje. Aden se ka shumë mi marë mentalitetin, deri t'ja merë procedura qysh. Ditën e parë, dhe me thonë, më ka pranu ashtu si jam. Ma ka pranu punën time, sepse t'jesh muzicien të është kogja problem me qenë edhe nuse dhe në shtëpi edhe në punë edhe pavarësisht punës tem që e kam pas shumë të vështirë. Ka pas raste kur e ka gatu drekën për 7 ditë dhe ka lënë të gatshme sepse e ka ditë që nuk ka mundësi të jem shumë e përkushtuar. Dhe në momentin që më ka lind djali me gjithë nanën time, do me thonë, këto fjali fola për vjerën sepse shumë... Tash, cila është vjera këtu që ta dim? Me syza dhe me flokë të kuqe. Nana është kjo tjetra që ta dalëm. Nana, po. Nana është normal, nuk kam asni e lasht fundit me folë, sepse nana është personi që më ka jep shtytje prej ditës parë kur kam hinë shkollë. Jo vetëm në muzikë, po edhe prej shkollës. Nana me profesion ka qenë motër kryesore në kirurgjinë e Mitrovicës për 25 vite dhe ka qenë shumë e përkushtuar në punën e vetë, mirë po, ja ka dalë shumë mirë më na eduku, më na dhonë një edukat që pavarësisht kush je, në shtëpi je një femën që të presin punë të shtëpis, ushqimin me mësu, me gatu, sepse ti je hasret në shpinë time, po nesër kur të shkon nuse dikun atje nuk je një, po je njeri normal si kur gjithë tjertë. Jo mirë njohse gjatë gjithë jetës, sepse në periudat më të vështira të jetës e kam pas si model një gruaje të fortë, që gjithëherë më ka drejtu në drejtimin e duhën, mos me gabu diqka si në familje, si në shoqni, si në punë. Faleminderit shumë që i ndave me ne. Faleminderit ju. Këto kujtime sigurisht emocionale, po kujtimet mbesin gjithë jetën. Jam me fat që kam pas prind kështu, mande jam bo me fat që më kanë qëllu edhe prind e bashkëshortit të njëjtë, sepse këta e njoftë para se me u takuan me burin tem, kanë qenë shoqni e vjetër, kështu që nuk e kam pas të vështirë me u kyç njëtën familjare në familjen e bashkëshortit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kalojmë tek ledi fundit. Po. Një foto... Kjo ka qenë një foto që kom e mbajt në men për ta njëtën. Ka qenë koncerti i realizuar për profesor Bariqeles, një vepër e Ariel Ramirez, Mesh, Ariel Ramirez e kënduar prej Mercedes Sosa, një prej roleve më të vështira që e kam pas me këndu. Pse? Sepse në atë periud nuk kemi pas nota. Për cilin vit bëhet fjalë këtu? Viti 2004. 2004.